Sot, qytetarët e Republikës së Kosovës po e ushtrojnë të drejtën e tyre themelore demokratike, të drejtën për të votuar dhe për të vendosur drejtimin në komunat e tyre në 4 vitet e ardhshme. Kanë kaluar tashmë 9 orë nga hapja e vendvotimeve dhe procesi zgjedhor po zhvillohet përgjithsisht qetë dhe pa incidente serioze. Në këtë drejtim, kemi pranuar disa ankesa nga disa komuna të ndryshme ku po zhvillohet ballotazhi, lidhur me rastet ku personat me nevoja të veçanta kanë pasur vështirësi të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës dhe këto shqetësime i kemi adresuar edhe në KQZ. Ndërkohë, mirënjohje sot për punën e komisionerëve, vëzhguesve dhe mbi të gjitha qytetarëve, që po kontribuojnë për një ditë zgjedhore të rregullt, transparente dhe demokratike. Siç e dini, Partia Demokratike e Kosovës është sot në garë në 6 komuna, në Prizren, Mitrovic, Vushtrek, Kaçanik, Klinj dhe Dragash. Në secilën prej këtyre komunave, por edhe në komuna tjera, qytetarët po e shprehin vullnetin e tyre për punë, për zhvillim dhe për përgjegjësi. Për gjatë ditës kemi marrë raporte të vazhdueshme nga tereni, nga ekipet tona lokale, dhe dalja e qytetarëve në votim është e mirë dhe në rritje nga ora në orë. Në shumë komuna pritet që në orët e pasditës, si zakonisht, pjesëmarrja të shtohet edhe më shumë. Prandaj, edhe një herë, dua të ftoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që ende nuk kanë votuar, që ta bëjnë këtë në këto 3 orë të fundit, me qetësi, me dignitet dhe me bindje, sepse çdo vot ka rëndësi. Këto zgjedhje nuk janë thjesht për një kandidat apo për një parti. Këto zgjedhje janë për drejtimin e komunave tona, për cilësinë e jetës sonë dhe për mënyrën e qeverisjes në nivelin lokal. Kandidatët tanë janë afër qytetarëve, të përgjegjshëm, të përkushtuar, për të shërbyer me korrektësi, me përullësi, prandaj edhe jemi optimist kudo që garojmë. Çdo vot është një vendim për të ardhmen. Dhe sot është dita që përcakton 4 vitet e ardhshme. Në fund, por jo më pak e rëndësishmja, ftoj të gjithë akterët politik dhe çdo person që mban përgjegjësi publike, që sot të tregoj maturi dhe përgjegjësi, duke mos kontribuar në asnjë formë në tensionimin e situatave në asnjë komunë të vendit, por përkundrazi, t'u mundsojmë qytetarëve të votojmë lirshëm, qetë dhe në mënyrë plotësisht demokratike. Le të mbajmë këtë ditë demokratike deri në fund, të saj me qetësi, me korrektësi dhe me respekt ndaj secilit votues. E pastaj sonte, le të presim me besim rezultatin e zgjedhjeve. Faleminderit shumë.